Tragedia në familjen kosovare në Schramberg të Gjermanisë ka tronditur vendin. Një grua nga Kosova me nënshtetësi gjermane dhe djali i saj 3 vjeçar u goditën nga një kamion dhe fatkeqësisht humbën jetën. Por mrekullisht në këtë rast të rënd mbijetoi fëmia tjetër i saj, binjakja e djalit, me të cilët e ndjera ishte duke lëvizur në trotuar në momentin kritik. Vajza 3 vjeçare i ka shpëtuar kësaj tragedie, pa pësuar lëndime trupore. Kjo është bërë e ditur edhe nga mediat gjermane. Sipas informacioneve të para, viktimat janë nga rajoni i Gjakovës. Lajmin për aksidentin fatal e ka konfirmuar edhe policia në Schramberg. Nga ky aksident janë shkaktuar edhe dëme të mëdha, pasi shoferi i dyshuar ka goditur edhe disa vetura. Deri më tash është raportuar se i njëjti ka humbur kontrollin mbi automjet dhe në një distancë prej 50 metrash mori me vete veturat që ishin të parkuara.